por le të dëgjojmë më parë këtë 16 vjeçaren. E vogël kjo, po shikoni se çfarë bën në skenë. She go down and she speak eloquently, and when she have your baby, I'm sure she'd make her really excellent mother. Yeah. 'Cause the love that you gave him wasn't able to make it enough for you to be overwide. Bravo. 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 Yeah. Najse, e gjujta edhe stilolopës ndikon prej shashtërdisjes, na falni. Ja, po performon tani, që ta bëj për vete vajzën. E, po I kemi këto metoda. Bisha, si e ke emrin ti Bisha? Ernesa Surdulle. Ernesta. Ernesa Ernesta. Surdulle. Gjilani, Kosovë. Ajde vokalista që jeni ju. Po pra, fantastike. Na bën edhe goja xhap. Ej, na kilon pa tekst pak. Ernesa, sa vjeqe? 16. E vë ti 16 ka? Wow. Çfarë potence. Teknikisht, besoj se kemi çam I thonë. Teknikisht është nuk ja vlen me folë se e nënçmoj. Je super. Përsërisim vetveten edhe sojmë me gjëra të re. Të katërt kemi vendosur për ty. Hajde te mami. Kjo është shantazh, kjo është korrupsion. Se mami di me punu me gocat. Ti krehi flokt, dveshi, folim për simpati. Po qa bën mami pa babin se? Babi shko në pun. Po edhe unë vajza e mami, di të punoj me vajza. Hajde. Ma mirë të delë këndej. Që si jemi na dyja? Punoj më mirë në femrat. Me përdor metodat e tua. Ska gjë, po zgjodhe anë nuk më mbete katër, po zgjodhe këta dy. Gjithatë ne jemi gjithmonë avans. Te këta gabon. Hajde. A përshë sa shumë knaqëm na këto? Ti se ke iden se sa xheloze janë femrat për njëra tjetrën. Ja, vetëm me dy ajo e. Vash, je xhelos ti në gjithë neve. Xhelozi. Goditje ult kjo. Mos të bëjmë komente gjinore sepse jemi në vitin 2015. A keme mendu me gjëra para se më ardh këtu në Voice? Jo, s'ka nevojë me menu 16 vjeçe. S'ka nevojë me ndikute. Jo, më nuk e pyes me 16 vjet, është mosh legale. Ti Skënderbeu ti. Zona, ku ti on se ç'i thua. I vë në provë. Ideja është që na gjithë po vdesim me të marrë ty. Kjo është ajo që apo ndodh. Unë kam edhe një palë pantallona të reja në shtëpi. Mos u ndiko pri muhabeteve që s'kan lidhje me muzikë. Janë të umënu me thjesht me të përhum mendjen, me pantallona, me kreher, me oriz, me plazma keksa, kështu që këtu jemi për me knu. Nuk e kuptova se nuk duhet për shpërgjencën. S'mora vesh. Doktor psikolog, ky flet. Okej. Ka marrë Bona një. pacientat ky.
Unë jam shumë e lumtur që jeni këti 8-4, po s'ka lidhje. Po s'ka lidhje, por më duhet ta mendoj edhe pak. Ska lidhje, ktheu një sot, tani apo më rajt se... Keni me tu Për ty, presim. Unë e zgjedh Gencin. Bravo, Gënc. Ka o zamrë. Shimë shpejt, ha? Që ishte yll. Faleminderit. Hajde Ron, po I lej vetëm ne. Mirupafshim. Zërin ja dëgjuam. Tani le të zbulojmë pak më tepër për Ernesën. Quhem Ernesa Sydulli, jam 16 vjeçare, studioj piano dhe vi nga qyteti I Gjilanit. Jam rrit në një familje prej muzikantësh, talentin e kam trashëguar nga mami im, këngën e kam hobby, edhe këndoj shumë, nuk ka ditë që nuk këndoj. Unë jetë synoj që të bëj një muzikante e njohur, kështu që mendoj se The Voice të jep një mundësi për t'i arritur këto synimet e mia personale. Përveç muzikës, pasion tjetër kam edhe leximin, më pëlqejnë shumë librat me mister dhe romancë.